Messi dhe Lamine Yamal. Cilin e le titullar, cilin e le stol dhe cilin e shet. Në primin e tyre. Për hir të sparkadave, ja mbrojtja të rafishatave, e meriton Ronaldo patjetër formacione. Formacion Ronaldo. Titullar. Ke kujdes se ke dy lojtar Barcelonës tani. Po, tani, me gjithë respektin që kam për Messin tim, them do ta ul në stol. E ndërsa Yamalin do ta shes. Normal. Të lesh, më vjen keq, më vjen shumë keq. Deri tani po thoja, okay, gocat marrin vesh ka futbollin, po të lesh Messi stol, më vjen shumë keq. Ço do Messi titullar mi? Si, por çfarë më dash Messi? të lesh Messi stol dhe Ronaldo titullar formacion. vetëm neshë botror që Duhet apo Katari. Të tjerat jo. Më vjen keq gocat marrin vesh ka futbollin, çka nga ky problemi. Se ti e çove një nivel më tek. Vazhdo me 3 emra të Ishte okay? Kë do shesësh, kë do lësh në stol dhe kë do është titullar mes Neymarit, Harry Kane dhe Robert Lewandowski. Pak të vështira, po trajneri ka këto punë. Dhimbje kokë kanë trajnerët. Po, tani. Kjo është e vështirë. Okay, Lewandowski do ta afrosa titullar. Harry Kane do ta shisja dhe Neymarin do ta ulën stol. Pse Lewandowski titullar? Shet Harry Kane? Shite shumë gola. Me që edhe me Realin, edhe pak me Barcelonën. Pak. De Bruyne, Bellingham dhe Pedri. Bellingham në formacion. Pedri dhe? Dhe De Bruyne. Dhe De Bruyne, po. U tregove pak tifozëve këtu, me thënë drejtën. Po. Tregove pak. Trajneri nuk duhet të jetë tifozëve. Ecim. Mi tash ishte si ecim, Hoxha. po prit. Mi tash ishte Hoxha, Arber Hoxha i bëri edhe pak zborin Bellinghamit, më fal pak, po. Po. Tani ti jemi të debati. Jo, me thënë drejtën. Ti jemi të debati. Jo, s'ka Ka debat. të vërtet Nuk ka pastaj. debat fare. Bellingami me shok me 50% lutën me ne, ma as kishim plan të lushën me ne. Ashi atë jo, shiko pak, se këtë s'mund ta thuash ti, Ata ishin se ne kemi bërë një Bellingham, super, ne kemi bërë një super paraqitje. Jo, Bellingami se luaj. Jo, nuk e luaj Ma shumë. Bellingham tash. Tani Pedri apo De Bruyne? Pa tash jo. Kë kemi shit? Thuja tash mendon pa frikë. Okej, po e shesin Pedri. Bravo. Fix thuja pa frikë gjëra. Angela Vekis shumë apo saktë. shkakove si trajnere. Jo, ka fol shumë Pedri. sakt. Okej. Me ikëm të Tashi- Pedri sa keni ndërliku Të kohë. shohim gjithë ato të shërat në TikTok, në Instagram, ua, kjo s'dika nga futbolli, kjo kështu jo shoh. Mund të sfidojnë tek fush futbolli dhe pastaj kur Yes. të mbasin, mund të Tifozë flasin. Realit. prapë. Luka Modric, Toni Kroos, Bruno Fernandes. Modrici i ka ikur mosha, Lali do ta lënë stol. Stad, sigurisht stad. Sigurisht. Kemi Kroos dhe Fernandes. Okej, Fernandes në titullar, Kroosin në formacion dhe atë Dhe Fernandesin ta çojmë do tek ta shesin. Hysaj Cana Gjimshiti. Tre lojtarë Okej. legjendar për kombëtarën. Shka, më ne pëlqej shumë Gjimshitin, kështu që Gjimshiti është shumë strong dhe mendoj që është titullar, edhe pse Hysaj këto ndeshjet e fundit nuk e di, ka qenë spektakolar. Na ka çuditçi Shumë ndeshje Lordi. mirë, Na ka çuditçi. Ishte Hysaj dhe Cana. Cana. Pa çfat. E vështirë është. Tani Hysaj do ta shes edhe Cana do ta lënë stol. Shumë e guximshëm një kujim që nuk e titullar. Unë e prisja Cana titullar. Edhe unë do thoya Cana titullar, me thënë drejtën. Pa çka se edhe Gjimshiti është një nivel goxha. Jo, shumë dakord, Po. shumë dakord. Nuk po përdor batutën që përdori kryeministri që i thatë kanë zerë në pension Gjimshiti, por E tha Canase? Oh, nuk e ke parë ceremoni. Kjo treshet duke sigur është cili është më i bukur, po fakti është më i miri në fushë. Okej. Bajrami, Aslani dhe Hoxha. Bajrami, Aslani dhe Hoxha. Duke marrë shkase dhe kush ka më shumë minuta me kombëtaren, po them për Aslanin titullar. Hoxhën do ta shes. dhe Bajrami nga stoli. Po. Dhe pa që është dhe Hoxha, me thënë drejtën. Ramadani Laçi Sheu. Ramadani Laçi. Kë mes fushor të doje edhe i vet kishe para si mbrojtëse. Laçin pëlqen. Okej. Okej, po mbaj Laçin. Laçi titullar. Po. Po nga stoli kush do vinte? Ramadani apo Sheu? Ramadani. Bukur. Pse s'të ngjit Sheu që do e shesësh? Jo, se nuk më ngjit, se ai shumë i mirë, po nuk e di. Ramadani më tërhiq më Më shumë shumë. Ramadani. Tani nga kush do gjem golin? Manaj, Broja dhe Uzuni. Kjo do të jetë më e vështira. Më vështira? Kjo është më e vështira. Ndoshta. Jo, vërtet.
Ti sepse jo, Broja më pëlqen shumë, edhe pse është gjykuar dhe për atë që nuk ka pasur shumë ndeshje të mira. Pse mund të them që ka qenë edhe sezoni i Uzunit dhe më pas edhe Manaj për golin. Gjithë ka bërë mirë këtë vit. Po që është shumë mirë, po. A mund t'i mbajmë këta? Ja, Ai është autori. Cili ka titullar? Cili do titullar? Nuk e di, unë mendoj që jo, unë do mbaj Bron. Broja. Bron. Do mbaj vllai im titullar. Vllai im titullar deri. Nuk e di se gjithmonë e them këtë Bron, Broja. Në rregull je. Po. Titullar Broja. Do të thënë është i vetmi lojtar më i mirë që ka pasur ndonjëherë kombëtarja shqiptare. Okej. Në stol Manaj apo Uzuni? Dhe kush e thot mirëpafshin kombëtares? Po pse i ke bërë kështu Kur e ti? ka bërë Edi Reja nuk e vën dot ti? Okej, tashe. Po e shet Manaj. Shet Manaj. Ne jam dakord me Na mendimin. shitë një kualifikim. Oh, jo dhe poshtë punët çunave të tjerë. Kualifikoj vetëm Manaj ti? Jo. Të kualifikoj vetëm Manaj? Çunave. Unë kam thënë që kualifikoj grupi, por ai goli nuk dihet të bëj apo jo aq mirë Serbi, kështu që. Tani, nëse Okej, po pendojmë pak për Hoxhën tani. Po pendohem pak. Mi Hoxhën e- Po më vin gjithë ato deja vu tani. Hoxhën e çojmë në Huazim për ta marrë pranë fundit të Çfarë sezonit. vjen një trajner, imagjino. Tani nëse vuajte me këta tre, ka përshtypjen me to do mendohesh më shumë akoma. Ja, me sigurt çfarë do më bësh. Mos më thuaj për futbollista. Esmeralda Franja, Okej. Megi Doçi dhe Angela Nika. Ah, Kush nis, kush Hajde, tregoj vjen nga vetë. stoli dhe kush shitet. por vere vetë rolin e trajnerit, nuk je me Angela. Okej. Mendo. Unë vetën time nuk e hedh kur poshtë, kështu që Angela titullare, Bravo. Wow. Shumë në rregull. Megi Doçi në stol dhe Esmeralda për të shitur. Aq më tepër që po luan edhe mos gabojmë në një ekip nga Turqia, kështu që Mirupafshim Esmeralda. Esmeralda. Këto ishin zgjedhjet e trajnerës më të req që ne shpallëm tek studio Anadolu Sport. Por mos tani më do shani në talent komente, faleminderit. do talent të kthehet edhe një herë te profesioni vet të futbolli. Dhe të falenderojmë që ishëm për këtë bisedë këtu me ne. Faleminderit ju. Jeni shumë të mirë. Ándale.